Para 44 vitesh hyri në këtë objekt me një qëllim. Bashkë me shokët e dhomës 312 do të organizonin demonstratën në 11 marsit të 81-tës që ktheu vëmendjen e të gjithëve nga Kosova. Kadri Kryeziu, njëri nga organizatorët e demonstratës më të madhe në vend, tregon idenë për revoltën e studentëve të atëhershëm, të cilës i u bashkua i tërë vendi. Në 10 kemi bërë disa planifikime dhe kemi la me 18 në ora 7 mbrëmje, në 19 me shku në Menz, edhe mi largu krejt studentë si shajë revolte. Edhe kemi shku qështu, në kanë bashku student, në kemi qenë veç 6, kuptimin që kemi njësë këte, qëta 4 shokët e mi cimire që kanë qenë, edhe ka qenë nga një koci edhe Moratit, që kanë qenë në studime, ako një farë fakulteti i Batit të qyshë për para. Kemi shku, por në kanë bashkan gjitë studentë. Në përvjetorin e demonstratës, Kryeziu kthye në Menz, aty ku filloi gjithçka. Me nostalgji e kujton 11 marsin edhe njëri nga pjesëmarrësit Shemse Syla. Për ne shqiptarët, kjo ngjarje, kjo ditë shënon kulmin, do të thoja, të atij vlimi të madh të rinisë shqiptare, të ndjenjes së pastër të idealeve të shumë gjeneratave të cilat kishin sakrifikuar dhe kishin bartur bresh pas brezi këtë ideal për shpërthyer dhe për të marrë botën. Kështu që të 81-shin është shpërfaqja më e qartë, më e hapur për gjithë botën për të vërtetën e shqiptarëve në Jugosllavi. Demonstratat që ndodhen në Kosovë në 11 mars nisën si shprehje pakënaqësisë së studentëve shqiptar të Universitetit të Prishtinës, të cilët më 4 mars të atij viti në Menzën brenda qendrës së studentëve në Prishtinë protestuan spontanisht ndaj kushteve jo të mira në të cilat jetonin dhe studionin në atë kohë. Por më pas, me 19 dhe 27 mars, si dhe me 1 dhe 2 prill të vitit 1981, kërkesat fillimisht me përmbajtje sociale evoluan në kërkesa që shpërfaqnin pakënaqësitë politike, shoqërore e kombëtare.